kur hyre në burg, se unë nuk e mbaj më të mirë historinë, ti more një dënim, 10 vite, 9 vite? 7 vite në fillim. Për agitacion e propagandë, kryesisht për letrat, për ato gjëra. Edhe pastaj morën, kishin gjetur ca shoke, ca kështu, ca kishin përgjime, i montuan, i rregulluan pastaj. Edhe fjalë, po edhe gjëra tekstet. Po praktikisht. Dhe pastaj u ridënuan. Pastaj ishte ridënimi, po praktikisht ti e dije që ishte fundi, domethënë. Apo nuk mund ta themi, kishe një shpresë që mund të dilje, që diçka mund të bëj më mirë, domethënë. E vështirë ta them, domethënë, nga përvoja që kishe dëgjuar edhe gjithmonë dëgjimet aty ishin të frikshme ato që kishin dëgjuar. Ishte sigur ishte më keq se të vdisje u futeshin në burg, se kur vdes të vinë dhe në funerale dhe andej këtej, ndërsa aty të futeshin nën dhe edhe nuk fliste më njeri për ty, dhe sikur qarkullonin shumë legjenda të merre në burgut për të përshkruar, domethënë. Edhe ideja ishte që kishe mbaruar. Problemi ishte sa do zgjatë regjimi pastaj për një pjesë. A e mbaj shpresën po themi? Mirë, po mund dalë një ditë, sigurisht. Unë për shembull gjatë një pjesë gjatë burgut kam menduar të dal 60 vjeç nga burgu. 60 vjeç. Po. Sepse nuk mendoja që do binte regjimi. Do vazhdonte. Dhe do vdiste Enver Hoxha, do e merrte Mehmet Shehu, pastaj do kalonte te tjetri, e pastaj ndoshta diku mund dite në Khrushchev si shtoi për Stalinin. Që do ta zbuste i çik, domethënë kështu. Kjo ishte situata dhe domethënë synimi kryesor domethënë i tyre ishte që ti të mbaroje, të ishe mjet, të të përdorin si mjet për shtyr vagona, mbush vagona, kaq është mjet. Nuk kishte asnjë lloj dinjiteti tek të burgosurit në sytë e tyre, po them, të rojeve të burgut. Ja. Nuk mund të them. Ajo që të shikonin ishte kështu, që ne kishim dhe një kamp ordiner përballë dhe burgosurit ordinar, po. Të cilët merreshin me mirëmbajtjen e rrethimit, sepse burgosurit politik s'mund t'i çonin të merreshin me rrethimin, me tela me gjëma që rrethonte minierën e këto, merreshin kryesisht me këtë punë, me ujin kur bllokohen, me gjërat e logjistikës kampit. Dhe qarkullonte fjala, se asnjëherë s'na kanë thënë ne direkt, po që nga ata ka ardhur fjala që ju thoshin që në rast se na ndodh se jetonte si populli në rrethim, imperialist o revizionist populli, dhe po të vi një sulm, do neve juve ju japim armë, ndërsa ata i pushkatojmë. Po të vinte një situatë që është e rrezikshme. Dhe domethënë, sidomos periudha e parë, Spaçi që mbaj mend unë, deri ke ridënimi, vitet 70, imagjinoni ju që të fusnin në Birut sepse ti kishe një letër, kishte ca fjalë italisht. Edhe po mësoje si i thon kësaj italisht, si i thon kësaj. 4 muaj në Birut, Jo, 4, jo, një muaj ishte, 4 muaj ishte, një muaj ishte maksimalja. E kuptoj. Pastaj un kam bër 4 se refuzova të punoj, kam bër 4. Po ato ishin dilshe 3 ditë, fusin prap sepse s'dilën punë prap. Dhe ishte kjo. Bëheshin 4. Edhe u bën 4 që sa më transferuan, po mbas ridënimit. Në periudhën e parë, në atë periudhë ju mund po të gjenin këtë të fusnin Birut sepse thelbi ishte kjo, sa jeti, ke shpresë ti që mund dalësh edhe jashtë shtetit, mund tentosh ta rratisësh apo ku diun edhe të dash ka gjuhë huaj. Ç'të duhet të gjuhë huaj? Ti je këtu për të shtyr vagona. Dhe domethënë ishte njeriu që e shikonin të si mjet. Po kujdesi shëndetësor. Tani kishte, domethënë kampi kishte gjithmonë duhet të kemi parasysh që qarkullonin gjithmonë idetë që burgosurit trajtohen keq trajtohen dhe donin dhe të ruanin një lloj imazhi, po njëkohësisht aty ishte kafsh pune, edhe kafshët mbahen mirë.
Domethënë kishte një infermieri, kishte një mjek. Sepse duhet që ju të ishit në punë. Duhet të ishte punë. Ishte një minier që priste të çonin në spital. Nuk do t'i njohim gjitha situata, se ndryshe do kishin vdekur gjithë ne atje. Domethënë kishte edhe dentist, kur kishte dentist të dënuar, se kur s'kishte dentist të dënuar, unë kam hequr një dhëmball të parë që kam hequr, ma kanë hequr pa narkoz, ma ka hequr doktori Fadil Spaio quhej, ma ka hequr kështu shtrir aty dhe derisa e lëvizi dhëmballën u tmerrova sepse ishte më dhimbte nervi dhe nuk e duroja dot më, se kishte hyrë karies i deri në nerv. E duhet ta hiqje. Përgjithsisht do të them që ishte një trajtim që thole për dinjitet, ata të shikonin si tjetër qenie, si qenie të dorës 2, të dorës 3, si armik bile, si armik. Po të shkoja në Ballç, sepse unë kam qenë jo vetëm Spaç, po edhe në Ballç, kam në tregimin e jetë burgu, kam domthon një mikun tim për cilin shkruaj Vangjysh Tushi, që ishte piktor, që ishte i smur nga Parkinsoni, ishte 60 vjeç në atë kohë. Dhe domthon gjë njerëzore se si shikosh njeriu që fillon e ngrin trupi, se Parkinsoni ka atë që sa më shumë kalon koha fillon ngrin trupi i tij ngrinte, nuk tremte dot më as mizat kur i shkonin kur nuk ke më kontroll nuk lëviz dot duart, nuk lëviz dot to, dhe një gjendje të tillë ta mbash derisa të vdesin në burg, mos ja çosh të paktën te familja. Mendon çfarë respekti kanë, sepse ishte ideja që asnjë mëshirë për armikun, mos harroni këtë asnjë. Asnjë mëshirë. Po, asnjë mëshirë, sepse mëshira konsiderohej si dobësi. Dhe njerëzit mësoheshin që të mos kishin mëshirë për armikun. Qartë. Kur unë bëra atë 4 muaj Biruc, muajin e 4, masi kisha bërë greva rije ku diun njërin tjetër, më erdhi kartelisti i Ministrisë Brendshme. Mos i më kishin qurë dhe me dhunë atje dhe edhe më tha mua, hyrin Biruc dhe më tha dola unë, më hapën derën, jam kartelisti, tha, Bardhoke kishte emrin, i Ministrisë Brendshme, kam porosi, tha, dhe urdhër nga ministri, tha, të them, tha, që pos dolen punë, tha, aty do vdesësh. Se nuk bëjmë asnjë lëshim. Se po të bëjmë lëshim, tha, dhe kjo ishte më e tmerrshmja, vim vetë në vendin tënd. Do më thonë asnjë mëshirë për armikun ishte, kur ti ke mëshirë për armikun, je i dyshimt. Imagjinoni se çfarë urrëtie kultivohej ndaj tjetrit në kundërshtar. Dua që nuk e di nëse Viola ka diçka tjetër në lidhje me burgun, po unë e kam një reflektim që dua ta bëjmë. E kam menduar që prej momentit që pash dokumentarin dhe gjithë historia dhe përvoja jote në burg. Dhe sa e çuditshme është mendosh se si është transformuar koncepti i burgut politik nga koha jote në kohën sot ku jetojmë. Është sarkazëm shumë e thellë. Sot burgu politik, në qoftë se do të quajmë burg politik, po flas, po them rastet e hetuara dhe dënuara nga prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme, siç rëndom thuhet në opinionin publik, pa çka nëse është apo jo kështu. Gjithashtu rëndom në opinionin publik konsiderohen burgje fati, pra burgje për të ruajtur privilegjet që lidhen me pasurinë, le të themi, me paranë e përfituar, po themi, në mënyra të ndryshme nga eksponent të ndryshëm të politikës. Nuk e di nëse e ke menduar ndonjëherë këtë transformim të kuptimit të burgut nga koha e regjimit komunist në kohën e sotme. Se nuk dua të zgjatëm më shumë për të ta lënë ty kohën që ta Pra nga vendi i ferrit, siç e përshkruan ti, që ashtu ishte. Ku shkoje sepse po shkruaje një libër apo një ditar personal në parajsën e fryteve të paligjshme, nëse mund ta themi edhe kështu. Do të thënë, një transformim për mua i paimagjinueshëm.
Po tani duhet bëjmë një dallim. Ajo që përjetoja unë si burgosur dhe shumë bashkëvuajt si unë, ishte një padrejtësi e madhe. Nuk kishim ndonjë ndjenjë fajësie, se s'kishit bërë faj. sepse s'kishim bërë faj dhe mendonim që kishim të drejtën me vete. Pra na kishin futur në burg sepse kishim thënë ca të vërteta që s'duheshin thënë. Ky është burgu politik. Apo jo. Pavarësisht se dikush mendonte në një formë, dikush në një formë tjetër, gjithsesi ishin mendimet e tua që ti futesh në burg për mendimin, ose dikush që kishte tentuar të arratisej sepse nuk i pëlqente Shqipëria dhe ai kishte gjithë drejtën e vet të arratisej, po kishte një çik më shumë trimëri ai dhe shkonte tentonte të arratisej, ca vetëm flisnin, apo jo. Ky është ndërsa edhe kur kishte njerëz që pranonin fajin, e pranonin duke u shtirur sepse duhej pranuar që të ulshet dënimi apo jo. Ose mund të për një arsye ose një arsye tjetër. Ndërsa këtu kjo situata që përshkroni juve është pak e burgjeve tani, është e burgu ordiner që quajmë përgjithsisht, se duhet i ndajmë, se ndajmë burgjet që nga krimet e lehta, pastaj vijnë këta që kemi dëgjuar që kapen me skaj çate një tjetër lidhur me trafiqe droge, trafiqe ose vrasje ose një. Them drejtën, këta nuk di tani se sa vetë këta si njerëz janë, flas për këta njerëz, nuk po flas për politikanët, se ata janë një kategori më vete që meritojnë një analizë pak më ndryshe. Problemi i gjithë këtyre krimeve të këtyre njerëzve në përgjithësi, që janë të rinj, që është sa janë edukuar, sa është përgjegjësi dhe shoqëria që këta kanë bërë krime dhe sa pastaj janë për të dënuar, dhe këtu ka politika ndryshme lidhur me burgjet, sa duhet dënuar, janë dënuar pak ose dënuar shumë, apo duhet i edukojmë, sa mund të edukohen, sa mund ndjen fajtor, sepse në tek e fundit një pjesë e tyre kanë shkelur disa ligje që janë në vrasje apo vjedhje apo trafiqe apo njërin tjetër. Unë e kisha më shumë te politikanët. Tani kur vim te politikanët, burgu ordiner ka përshtypjen dhe atë, domethënë nuk është se besoj të ketë ndonjë dallim shumë të madh në koncept, po them. Jo, po shiko, politikani është një gjë tjetër dhe sidomos këto gjyqjet që po bëhen tek ne. Domethënë ajo që kam unë ndjesin është që politikanët, atë që quhet krim, që është korrupsioni, atë që është shpërdorimi i detyrës, atë që është gati është bërë në kulturën tonë sikur gjë normale. Sikur e bëjnë të gjithë, do ta bëjmë. Sikur kur kanë një çelës në dorë, kanë sepse me atë çelësin do të abuzojnë për të marrë para dhe të pasurohen në mënyrë paligjshme. Tani problemi është ky, se ata jetojnë burgun, tash një pjesë nga ata janë futur në burg, nëse keni fjalën për këta të fundit, sidomos, që prej po them kur Spaku ka filluar që të veproj, po them vitet e fundit. Mendimi im është ky, që Spaku dhe reforma në drejtësi, e kam thënë qysh herët fare, qysh i pari ndoshta kam bërë shkrim, që kam qenë kundra reformës në drejtësi, sepse kam konsideruar si një reformë ndër reformat që ka bërë Rama, jo për të bërë drejtësi, po për të kapur drejtësinë dhe për ta përdorur drejtësinë. Në kuptimin e për ta përdorur kundërshtarëve të politik. Pra, në qoftë se do të ishte një drejtësi e pavarur, mund të ishte e mirë pritur, por një drejtësi e përdorur kundër kundërshtarëve ishte më e keqe se drejtësia që kishim më përpara. Sepse mendimi im është, drejtësia që kishim më përpara i kishte lënë politikanët
të bënin atë që bënin. Korrupsionin. Po. Dhe nuk nuk i dënonte të gjithë, po them, po i linte në gjithë spektrin e para. E dyta ishte edhe një drejtësi që ishte më e shpërndar sipas partive. Pra sepse kishin qenë në pushtet, secili kishte të vetët, po themi. Secili kishte të vetët. Kishte të vetët. Tani ajo që ndodhi ishte që kjo drejtësi, ky bëri një reformë që ta kishte drejtësinë të vetën komplet dhe ta përdori për të luftuar kundërshtarët, por për të luftuar kundërshtarët i duhej si në lojën e shahut të sakrifikonte edhe ca të vetët. Pra unë këta i shikoj si të sakrifikuar për të marrë mbretin, jap kalin, apo në shah, në lojën e shahut, apo jap oficerin, marrë mbretreshën. Mbreti është mati, po mbretreshën. Ja, dhe kjo nuk është drejtësi pra. Ata brenda nuk e di si jetojnë, po ata jetojnë si një gjë selektive, sepse janë dhe luftrat brenda partisë, që nga njëherë kanë futur Erion Velin, për shembull, figura më kryesore që na thanë është drejtësia e pavarur, se ngjatesh që bëjmë pa gazetari këtu, po. Është ky. U fut ky sepse ka bërë 1 2 3 që mbi të gjitha janë ato inceneratorët e gjithë ato merre që pastrimi parave që po bëhet akoma, apo u fut ky nga konfliktet e brendshme brenda partisë dhe njëkohësisht dhe për treguar, sepse shpërdorur, shiko, kam drejtësi të pavarur sepse ne varem me shumë nga ndërkombëtarët. Dhe ata ndërkombëtarët i themi ka drejtësi të pavarur Shqipëria, ka futur njeriu 2, numrin 2 ka futur drejtësia. Shiko sa e pavarur është pjesë e propagandës. Kështu që këtu çfarë dua të them për te gjithave, që këtu vetëm drejtësi s'ka, po dhe ndjejnë drejtësie, edhe ndjejnë faqësie, se kur thu drejtësi, ka dhe ndjejnë faqësie, ore e kam bërë këto, e bëra gabim, isha i ri, apo e bëra, vodha, brava, ose rash në grackën e korrupsionit, më korruptuan, më bënë, absolutisht askush nuk ndjehet fajtor këtu. Këtu s'ka drejtësi, pra, sepse është gjithë ky instrumentalizim i drejtësisë. Edhe ky gjyqtari që u vra tani, ma edhe historie gjatë, ku drejtësia o njëri o tjetri ka falë, ca ja kanë dhënë pronë në këtyre, ca ja kanë dhënë këtyre, ca kështu, ku është tepër e komplikuar, dhe të mos kesh besim tek drejtësia, tek një vend që është një nga gjërat më të tmerrshme që ndodh në një shoqëri. Se në fund fare njeriu thot, ore ma bëre të keqen, po tek fundit e gjej diku, po them. E gjej diku, kam. Ku do ta gjesh? Te drejtësia. Se përndryshe te koburja e jote, po. Koburja tash të çon të shkatron familjen, jetën njërin tjetrin. Në këtë kuptim është një vend që jeton pa drejtësi, po me imponimin e më të fortit. Dhe kur ti ndërton një shoqëri ku më i forti është i mbrojtur, qartë. Nga drejtësia, bile e përdor drejtësinë kundër më të dobtit, jemi në atë shoqërinë e dominimit që fola më herët, që tani juve thatë që disa i kanë futur dhe kjo duket pastaj se kur ke një band që sundon, edhe ca antar bandës për një arsye ose arsye tjetër kanë dalë aq keq se janë dhe këta ndërkombëtarë duhet ta fusin brenda. Qartë. Janë dhe ca që futen janë 2 vjet për krime që janë krime shumë të rënda. Ose s'ka akuzat kryesore, dhe Erion Velia nuk i ka akuzat kryesore që ka inceneratorët, gjitha këto. Pastaj po të shkosh më thellë, akuza kryesore është ore ti ke ngërtuar një organizatë kriminale që pastron paratë, bën gjithë këto inceneratorë kanë vjedhur paratë dhe ti në një farë mënyre, nëse do vërtet ta eliminosh, të bësh drejtësi, duhet të kapësh kokën, Totorinon dhe jo të kapësh këta që do ky për t'i shitur si kuajt apo si oficerët në lojën e shahut që të mundi kundërshtarët edhe të fitojë.